qartë, zotri Presheva, për të marrë opinionin e Gërmizajt në këtë rast. Nuk ka propozim konkret, nuk ka propozim zyrtar, as për Vjosa Osmanin. Deri me tani kemi pas qëndrime të ndryshme, këto që po i shohim se emra përsëris janë vetëm ato që dalin nga carqe të ndryshme të opinionit publik, qoftë portale, analist politik ose në përgjithësi nuk kemi konfirmime zyrtare. Çka dim deri më tash është që Vjosa Osmani e ka shfaq gatishmërinë e saj dhe vullnetin për të rikandiduar për një mandat dytë presidencial. E dim edhe qëndrimin e Partisë Demokratike që në çdo rast që propozohet një kandidat nga familja Jashari, ata do i japin 22 votat që i kanë. Por në fakt kjo gjë doli që nuk qëndron, është konsumu, zotri Murat Jashari, si temë, si ide, edhe që në kontinuitet ka qenë pjesë e diskutimeve kështu në përgjithësi, por emra nuk kemi. Do të varet nesër në ditën D ta quaj ashtu, e para punës procedurat, elementi procedural që shumë i rëndësishëm, edhe njerë për i përsëris, pa inicimin e 30 nënshkrimeve minimalisht për një kandidaturë dhe 30 nënshkrime për një kandidaturë dytë, nuk mund të kemi procedurë të zgjedhjes së presidentit. Kjo duhet konstatohet natyrisht nga udhëheqësia e kuvendit edhe pastaj janë çështje tjera. Por besoj që deri tash në horizont nuk po shihen emra, ka emra të ndryshëm që i përmendet edhe ju që në fillim të këtij emisioni, po qytetarëve intereson një proces që të mbyllet në mënyrë sa më të suksesshme, edhe të mos detyrohemi si qytetarë të shkojmë në zgjedhje, sepse zgjedhjet nuk janë alternativë, duke marrë parasysh që jemi shndruar në një vend, në një shoqëri që jemi të mbi populluar me probleme dhe nevoja të ndryshme, dhe në anën tjetër vazhdimisht jemi në zgjedhje, në procese zgjedhore. E përmendi dhe zoti Presheva shumë mirë, globi, bota po kalon në një fazë shumë delikate, shumë senzitive, ka zhvillime të papritura edhe ka zhvillime që mund të atakojnë sigurinë e stabilitetin edhe kontinentit vjetër edhe Evropës, edhe ne akoma merremi me një çështje që realisht do duhet të kryej shumë moti, pasi që tashmë qeverinë e Republikës e kemi, kuvendin e kemi, që dy institucionet që janë përfundu në bazë të rezultatit që ka derivu, ka reflektuar në 28 dhjetor.